Aventura. Të dashur miq të Kutisë Magjike, po takohemi bashkë këtë diel këtu në shkollën fillore Hasan Prishtina bashkë me Tuanën. Tuana, përveç se nxënëse e shkëlqyer e kësaj shkolle, ajo është edhe një artiste piktore e mrekullueshme. Me që rast ka hapur edhe ekspozitën e saj të radhës me piktura të ndryshme e mjaft interesante. Në vazhdim, do të shohim edhe hapjen e ekspozitës. Të nderuar të praneshëm, e nderuara drejtëresh, e nderuar autore e kësaj ekspozite Tuana Glloxhani, po ashtu edhe ju shok e shoqet të saj. Sot hapet ekspozita e dytë e Tuanës në shkollën Hasan Prishtina. Ne, si klas, kemi kaluar bashk plot 8 vjet, ku gjatë kësaj kohe kemi arritur të zbulojmë pasionet e njëri tjetrit. Pasionin e Tuanës e kemi vërejtur që nga ditët e para që ndam me të. Kemi vërejtur se Tuana ka potencial dhe vetëm sa ka filluar të ndjes shkallët e saj të larta drejt suksesit. E pret një rrugë e vështirë derisa të mbërri atje. Mirë po, me se kemi parë, vështirësitë do të jenë shumë të vogla kur krahasohen me veprat e saj. Jemi mbledhur këto që ta admirojmë punën artistike dhe me domethënie të madhe të Tuanës. Secili nga ne ka mënyrat e tona e të shprehërit. Njëri gjen veten në poezi, tjetri me ndonjë sport, ndërsa Tuana ka zgjedhur artin si mbështetje, ku secila vepër që ka krijuar shpreh një gjendje emocionale të saj. Ne këto vepra, ajo tregon inspirimet e saj. Edhe gjërat që më së shumti e kanë shtyrë gjatë kohërave si të vështira dhe atyre të lehta. Pse i drejtëreshëm për një fjalë raste. Përshëndetje të nderuar nxënës, përshëndetje të nderuar prindër, përshëndetje të nderuar mësimdhënës. Sot kemi kënaqësinë që në shkollën tonë hapëm ekspozitën e nxënëses Tuana Glloxhani, një nxënëse e mrekullueshme, e cila me punën dhe aktivitetet e saj brenda shkollës na bën çdo herë të ndihemi krenar. Unë si drejtoresë e shkollës në emrin tim, në emër të nxënësve, në emër komplet stafit shkollës tonë, i uroj Tuanës suksese, i uroj shëndet dhe i uroj gjitha të mirat. Shpresojmë që Tuana të ketë suksese të pandarshme gjatë gjithë jetës saj. Suksese, po ashtu i uroj edhe arsimtarit agron që gjithmonë i përkrojnë nxënësit se me vërtet kanë talent në art figurativ. Po ashtu e falenderoj shumë edhe nënën e Tuanës e gjithherë gjenë kohën për përkrajen e vajzës saj ta shpreh talentin e mrekullueshëm të saj. Suksese dhe urime. Në këtë rrugtim të saj, ajo kishte pasur jo vetëm përkrajen e familjes, por edhe të shokëve e shoqeve, e gjithë stafit të shkollës, gjë e cila e ka ndihmuar edhe më shumë në këtë rrugtim të saj. Kush është Tuana? Si ka ardhur deri te ideja për ekspozit, përkraja e shokëve e shoqeve e shumë të tjera. Tuana, tregom sa vjeç je dhe në cilën klasi? Kam 14 vjetë, jam klasën 8, emri jam është Tuana Glloxhani. Në shkollën Hasan Prishtina. Tregom Tuana pak për veten, a qysh e kalon ti kohën e lirë, çka bën kohën tënde të lirë? Kohën e lirë unë nga njëherë dali bashkë motën teme, me hec, se shumë qef është me hec. Nga njëherë ne shpe vizatoj nga njëherë. Para se dalim të vizatimi, se e dim që është pasionet më i madh, para se dalim taj, më vonë të dalim, tregom a ke ndonjë pasion tjetër përveç artit, diçka që e don dhe e praktikon njëjtë sikurse artin? Më pëlqen edhe basketbolli, se më pëlqen se ç'më thonë si fëmijë lëshë basketbollin, më pëlqen me dal bashkë me shokët e mi e me lut jashtë basketboll. Basketboll, po diçka tjetër? Jo, kur tjetër. Diçka tjetër jo. Po tregom sa i përket shkollës edhe mësimeve, tash është edhe fundi, tregom sa po duket e vështirë, sa po duken vështira lënt, a ka një lënt që ndoshta e veçon si më të vështirë ose ndonjë më të lehtë? Lënt janë pak më vështira, se ku shkon më nalt adene, bëhet lëndat më vështira për çata. Lëndash do lëndë më pëlqen, më shumë s'm pëlqen gjeografia se s'di. Gjithë kemi nga një lënë që s'na pëlqen, kështu që është në rregull, po lëna që të pëlqen më shumë ti? Më shumë pëlqen historia dhe arti. Më pëlqen edhe nga njëherë edhe biologjia, më pëlqen.
Pse tregon përveç artit, se po e dim që të arti është shumë e lidhën me to, po të lanë tjera, pse të pëlqejnë çka tërhequn te to? Më qenë me mësu historisë sepse më qenë me mësu historisë se tregon për kohët e vjetra që ka ndodhur që ashtu. Më qenë me Me ditë ato çka ka ndodhur më herët. Po tregom Tuana, sa i përkushtohesh ti mësimeve në përgjithësi? A i përkushtohesh çdo ditë detyrave, mësimeve? A je domethënë a gjithçka me orar, a e kryen gjithçka me orar për mos me lënë mbrapa? nganjëherë i kryj me orar, nganjëherë nuk i kryj se për tej. Po Në përgjithësi i kryen me orar. Po tregom sa të marrin kohë ty detyrat ose mësimet, përafërsisht sa orë në ditë për me i përfundua ato dhe me pas kohë të lira dhe me u marrë me art. nganjëherë Më pak, më shumë, ndërsa varsisht edhe prej detyrave? nganjëherë më pak, nganjëherë më shumë se pastaj asimtar nganjëherë na japin shumë detyra, edhe do mi bëhe, dhe pastaj s'kam kohë me diçka me bëj, veç me bëj detyra, me mësu ç'ashtu. Pas ke dhe motrën, më tregove, a është më e vogël apo më e madhe se ti? Me madhe klasën e njëjtë, jena binjake. E një binjake, okej, edhe sa ndihmon me qenë binjake me dikant, a është më mirë, a është më pozitive sepse i gjindeni njëra tjetrës, apo qysh e sheh? është ma qef se kena nganjëherë se në të njëjta i dona, edhe ç'ashtu. Në përgjithësi, a i keni hobit dhe pasionet e njëjta apo i keni të ndryshme? Po tregom sa ke nevojë ti për ndihmën e prindit sa i përket detyrave, je pavarur edhe i kryen gjitha vet apo ke nevojë edhe për ndihmën e nanës? Edhe nganjëherë më duhet ndihma nanës same se ndihmon, sa je pak më shumë se unë. Që e kërkon edhe ndihmën e saj. Shumë mirë Tuana, po kur jemi te arti figurativ, tregom kush e ka vrejt talentin tënd për art fillimisht? Vet ke filluar apo ndoshta e kanë vrejt prej? Unë kam fillu një herë, dhe si fëmijë kam fillu me vizatur, që shumë ka pëlqyer diçka, që është e kom marrë. Pas edhe mama më ka vrejt që bëdi me vizatue, edhe asimtar të tjerë të artit më ka vrejt që të bëdi vizatue. A të kujtohet ndoshta çka ka qenë punimi i parë që ke fillu me bë? Diçka e thjeshtë me siguri, a të kujtohet ndoshta çka ke fillu me punu për herë të parë si e vogël? Ndoshta një zog, ndonjë arrosh, diçka, ndonjë film vizatimor? Diçka si një që me thonë, kom vizatu një kafsh, që me thonë, me pemë dhe me asish, sene, me natyrë. Me natyrë. E prej nga e merr inspirimin Tuana për me vizatu diçka? Prej nga të vjen inspirimi, prej diçka që e përjeton, prej diçka që e sheh? Tregon pak. Nganjëherë vijnë të mendë të mia për të vizatoj, nganjëherë asaj shisha dikon, pas e kam që vizatu që ato njeri, që e shë. E kështu. E tregom një punim i caktuar, çfarë do të qoftë ai? Sa të merr kohë ty përafërsisht? Nganjëherë një orë, nganjëherë padën 5 diçka minuta se Varsisht prej punimit. Po tregom artit figurativ apo i përkushtohesh çdo ditë apo thjesht kur e gjen kohën për me u marrë me të? ku e gjej kohën me me punu, me vizatu diçka. Kur e merr kohën. Po tregom qysh erdh krejt ideja e ekspozitës Tuana. Kjo nuk është ekspozita jote e para, po? Po, nuk është e parë se kam bërë 2 ekspozita tjera, një herë në Hasan Prishtina, Prizren që e kam bërë një. Këtu e kam bërë një herë kur ishem klasën e 6 e kam bërë, tash kjo është ekspozita e tretë është. Edhe ekspozita e tretë, domethënë emocionet pak që i kanë largu sepse që ke mësuar me ekspozita, po prej nga ideja për ekspozitë, me një moshë kaq tre, kaq e vogël, nuk është e thjeshtë me hap ekspozitë sepse jo gjithkush mundet me e bë këtë punë. Kush ta dha si sugjerim? Mami jam edhe motra jam. Mami, edhe çysh e pritet ti këtë ide? A ishe emocionuar? A the po më një herë? Nga një emocionuar dhe shumë pak shumë stres. Normalisht ka punime të cilat dush me i prezentu edhe nuk është lehtë. Po tregom, kjo është the që është ekspozita jote e tretë, tregom sa të ka marrë kohë Tuana kjo ekspozita krejt të punime, përafërsisht, që sa kohë jetu punu për me ardë deri te hapja e kësaj ekspozite sot. Derisa ku ka fillu shkolla, këto i këmë krejt shto vizatime. Nga njerë, se për të isha mi bu, pas e i bëjsha, nga njerë i lejsha, pas e i mërsha një ditë në vizatue. Do me thënë që nga shtatori, dikur rreth 9 muaj ke punu për këtë ekspozitë, dhe sa është e vështirë Tuan, sa dëshiron koncentrim, mund, përkushtim? Shumë, me siguri. E tregom në çka je bazu në për këto punime të cilat tash do t'i komentojmë një nga një, po cila është kryesisht tema? Ka një temë caktuar apo ka tema të ndryshme? Ka tema të ndryshme, nga njerë të njëjta, nga njerë se... E prej nga je frymëzuar ti për këtë ekspozitë? Tregom për secilin nga punimet, ç'është kanë ardhur idetë deri te përfundimit? Nga njerë idetë më kanë ardhur për mendjes teme, se më çashtu. Të nga njerë më vjen, pas e kam qenë me vizatu diçka çashtu që më bje për bërë, çashtu e.
Nështë diçka që sheh, ndonjë film. Tash të vizat edhe ato njërin, që e shë dikon. Edhe e paraqet. Tash do t'i komentojmë bashkë edhe gjitha prej tyre dhe me na tregu pak me çfarë teknika ke punu, sepse ne që nuk i kuptojmë, nuk i dim, është pak e vështirë me i kuptu, po tregom cilat janë planet e tua për të ardhmen sa i përket artit. A mendon me vazhdu me ekspozita apo çka kem plan sa i përket artit figurativ? Me vazhdu me bu ma shumë ekspozita, me vizatu ma mirë, E tjerë. E tregom se the me vizatu ma mirë, kush po të ndihmon tuana për me vizatu ma mirë? Arsimtarët, vetë, po shenu për YouTube, ndonjë teknik të re, qysh po arrin me ngrit veten në një shkallë më lart të vizatimit. Nga njerë për arsimtarëve, nga njerë për internetit, përshto muna se me gjithi shka me vizatue. E tregom sa janë arsimtarët për kras ndaj teje, sa është përkraja e tyre edhe sa të shtymë për para, edhe arsimtarëve po dhe shoqërisë. Më shumë shtymë asë me vizatu, edhe shoqët e mi edhe krejt i përqenë që vizatoj, se ka njëherë i vizatoj edhe ato i vizatoj, se i përqenë me vizatu ato. Ka njëherë gjithëm pytër me vizatu për ato. Edhe sa është të rëndësishme tuan përkrahja arsimtarëve, prindit, shokëve, shoqeve, sa është të rëndësishme për një njeri, jo veç për ty, por për gjithë ne, për me shku për para. Shumë. Edhe për ty ka qenë me siguri shumë e rëndësishme, apo? Po. Edhe a mendon ti tarmen me u bë ndoshta një piktore arshme apo kem plan diçka tjetër, ndonjë profesion tjetër? Me bu një piktore asësh ma e mirë, asësh ashtu. Do të thonë ky do të jetë profesioni yt. Po. Edhe ne të rrim shumë sukses. Faleminderit. Erisa Fizullahu. Erisa, sa vjeç je në cilën klasi? Jam 14 vjeçe dhe jam në klasën e 8. Tregom Erisa çu po ju shkojnë mësimet, tash është edhe fundi, sa po ju duken të vështira? Shumë mirë, masisht edhe fundi na bjen edhe në nota, me mësu ma shumë, ama përgjithësi është shumë. Përgjithësi shumë mirë. E kur jemi te ekspozita e shoqës tuaj tuanës, tregom sa jeni përkrahas ju si shoqëri edhe ti si shoqë ndaj saj, në hapjen e kësaj ekspozite, në punimet e saj. Unë e përkraj shumë, punimet janë edhe shumë të mira dhe që shpishene. E kena vrejt edhe tuanën kur na jena duke folë, të bë diskutime, tuana rrinë në një kënd, ajo vizatën, edhe është shumë mirë. Shumë mirë. Edhe ajo kërkon ndonjëherë ndoshta ndonjë ide tuana ose ndonjë ndihmë rreth punimeve? Po, ndonjëherë ajo edhe na vizaton neve, çish diskutojmë. E kështu me radhë. Po tregom sa është e rëndësishme për ty përkraja e shoqërisë ndaj një shokut ose shoqës, në çka do të bën ai? Për mua ndoket që është shumë e rëndësishme. Si e ke? Bardha Olej. Bardha, tregom sa vjeç je dhe në cilën klasi? Unë jam 13 vjeç dhe jam në klasën e 8. Tregom pak për vetën para se dalim te ekspozita, apo mirësh edhe ti me art dhe sa je i përkushtuar ndaj artit? Po, mu më pëlqen shumë arti figurativ, po normalisht edhe kam edhe interese tjera në lanë të tjera, më pëlqen matematika, fizika, kimia, kështu me radhë. Lumtë. E kur jemi te arti edhe te ekspozita e tuanës, tregom sa mbështetja si shoqe rreth punimeve që ai bën, rreth ndoshta ndihmës që ai kërkon ndaj juve për gjatë kohëve. Unë tuanën e kam shumë shoqe të mirë, është shumë kreative, shumë artistike edhe normalisht deri në fund këme përkrah. E tregom sa është e rëndësishme përkrahja e shokut shoqës ndaj tjetrit kur ka nevojë për ndihmë ose kur ka nevojë për diçka më shty përpara. Mu më duket shumë e rëndësishme sepse është mirë me e di që gjithmonë e ki dikon në krah, dikon duhet të mbështet, domethënë është ka një rëndësi shumë të madhe. Tuana, tani ndodhemi edhe pranë punimeve tuaja, edhe të ekspozitës që e ke hapsët, për çka ne turojmë shumë, edhe që nga shumë të bukura, po ti komentojmë se cilën nga pak. Për shembull ky punimi i parë, po na tregon pak për të çka ke paraqit. Këtu paraqite një, një ripi që e kom patë dhe më me vizatue, e kom vizatu. Këtu e kom përdor markera, kom përdor lapsa dhe ganjë pak do kimika, me bë një stil mja bëhe. Edhe sa të ka marrë kohë ky punim për afërsisht? 50 minuta.
Tuana tash po shohim punimin e radhës, i cili po duket që i ka gjithë me laps, apo teknikën e Se lapsit. më pëlqen me laps, më pëlqen me bo. A të pëlqen më shumë me laps me punu? Ma shumë me laps më pëlqen se Më shumë me laps. E tregom çka ke paraqit në këtë punim. Kom paraqit që me thonë një karike me do facileta që është një karike të rënejt, pas këto është një kuti lodrave që është ato, e këto është një derë, e këto është një Po, edhe sa të ka marrë kohë ky punim? ku kom që 50 diçka minuta, edhe kjo. Por afërsisht gjitha njëjtë. E pse Tuana të pëlqen më shumë me laps me punu se sa me ngjyra tregon? Se A është më e lehtë apo më e vështirë? ma lehtë është edhe më pëlqen ma shumë me vizat të bëllë se ma shumë kam lapsa si asrish edhe ganjere ma shumë i kam ma shumë lapsa dhe ekonomi marrë dhe ma shumë lehtë me kapë dhe me vizatue. Në rregull. Po e shohim edhe punimin e radhës, ta afrohemi pak te ky punim, tregom këtu çka ke paraqit. Edhe ky që ka një punim me laps. Po me laps, si kom bo. Këtë e kom bo edhe këta për mërë nëse me së më që kom vizatu. Kom bo që me thonë një tu me hije, që do këtë ftyra prej drite shkurë, cilën anë bjen drita. E kështu me radhë. Po vazhdojmë ndoshta te punimi tjetër. Tregon pak po ashtu një punim tjetër me laps, tregon ndoshta pak, ta afrohemi pak te punimi, edhe shpjegon pak këtë punim, sa të ka marrë kohë, çka ke paraqit këto. Edhe kjo është vizatim i famshëm ato. Këto është këto janë do dardha, do molla, një vazo, këto që Pemë të ndryshme, edhe një vazo, i cili po ashtu është i punuar me laps. Ndërsa punimi i radhës po dallon pak nga tret fundi, sepse që ka me ngjyra Tuana. Edhe tregom çka ke paraqit këtu edhe me çfarë ngjyra ke punu. Këto e kom bo me bojat ujet, këto e kom paraqit shprehjet e mia pimenjës teme. Këto kom përdor ngjyra të ujet. Në thonë mendimet e tua i ke paraqit me ngjyra në këtë punim. Tani po shohim një punim tjetër, shumë i bukur. Tregon Tuana çka ke paraqit këto, me çfarë ngjyra ke punu. Këto e kom përdor ngjyra bojës, ndosht normale. Këto e kom paraqit një vazo dhe kom paraqit një stil lapse që përdor për me shkrujt. Edhe punimi i radhës Tuana, po ashtu me laps, po e shohim që të pëlqen shumë teknika me laps, sepse pas ke përdorur në shumicën e punimeve tua. Tregom çka ke paraqit këto. Këto kom paraqit një këngëtare që ka fituar çmimin e parë, sepse po e shohim një njësh aty. Po, ka fituar çmimin e parë dhe edhe kështu sa të ka marrë kohë ky punim. Unë ka marrë një orë, se shumë ka qenë shumë vështirë me abo ftyrën, që është të kesh edhe ashtu. E prej gjitha këtyre punimeve që i pam Tuana, cilin e konsideron si më të vështirin, që të ka arë më të vështirë me punu? Ma e vështirë ka qenë qajo. Kjo e fundit, ka qenë më e vështirë apo më e lehta? Ma e lehta ka qenë qajo. E para. Po, e para. Tuana, tani jemi te punimi yt i radhës, edhe po më duket mjaft i veçantë, edhe po më duket që po e shoh këtu hartën e Kosovës, apo? Edhe tregom çka është kuptimi i këtij punimi. Kuptimi i këtij punimi është që ku ka qenë dita e Kosovës, këtu e kom vizatue një njeri që u lënduar pak, edhe që ka vrarë pak syrin edhe çashtu. Kosovën pra në përgjithësi, edhe tregom me çka ke punu këtë punim? E kom punuar me stilo diçka, me një kimik diçka me një laps të zezë. Me laps të zezë. Edhe tregom sa të ka marrë kohë ky punim për me punu. Edhe kjo një orë ka marrë, se ka qenë shumë vështirë. Tuana, tani këtu po shohim një punim të nënës Terezë. Tregona pak për këtë punim, sa të ka marrë kohë, pse pikërisht këtë figurë ke vendosur me paraqit edhe me punu edhe me shpalos në ekspozitën tënde. Këto e kom vizatu në Nën Terezë, këto kom përdorë lapsë, tosh, që me thonë, boja ndryshme. E pse ke vendosur me punu në Nën Terezë, tregon, për nga të ardhi ide? Më ka ardhur për internetit, se më dashur vizatu se Nën Terezë ka qenë, që me thonë, ndihmuese. Njëri i paqes edhe ke dashur me paraqit, po sa të ka marrë kohë ky punim? Për disa ditë më ka masër. Disa ditë. Këto e kom vizatue vajzën e parë që ka hinë luftë, që është prej Francës. Kjo ka qenë luftëtare, ka luftuar në luftën e parë,
por kjo ku Edhe sa të ka marrë kohë ky punim? edhe kjo disa ditë më ka marrë. Edhe prej nga kjo ide për këtë luftëtarin e parë, ku e ke pa këtë, ose ku e ke mësu që edhe ke paraqit? Prej historisë dhe prej internetit. Këto lëvdat e ka marrë prej detyreshës shkollës Hasan Prishtina Prizrena, edhe prej arsimtarit tam të artit, edhe që i falimendrej, shumë i falimendrej.